Profesor Servet Pllumi bëri një jetë gjatë dhe përfundimisht mbetet filozofi i smajtës europiane, i cili në dallg që ka kaluar gjithë politika shqiptare, përfshirë dhe politikën e majtë, ka ditur të jetë një politikan vizionar, një intelektual i jashtëzakonshëm, një politikan i urtë, me parime të forta politike, në dallgët në cilët ka kaluar partia që i bëri pjesë, gjithë jetën ishte pjesa e logjikshme, pjesa e moralshme, pjesa parimore. Ju shikoni edhe sot që në përcjelljen e profesor Servet Pllumit ka shumë njerëz, ka shumë politikan, jo vetëm nga e majta, po edhe nga e djatha, edhe intelektual, edhe qytetar, sepse jeta politike e Servet Pllumit, po edhe jeta si qytetar i Tiranës është një model i cili frymëzon dhe është një mbusull për gjithë politikanët e ri, të cilët merren me politikë. Shembulli i tij është që politika duhet të shërbejë qytetarëve, duhet të shërbejë atdheut, duhet të shërbejë kombit. Ndaj nuk më mbetet gjë tjetër vetëm se të them që lamtumir profesor Servet Pllumi dhe e gjithë vërmëtaria e tij politike, kulturore, edhe më gjërë do mbetet një thesar i madh për të gjithë politikën shqiptare dhe veçanërisht për të majtën në Shqipëri.